o fis-samai rizqukum wa ma tu'adun. Edhe rrezikun e keni në qiell. Shikoni këtë ardhjet mrekullueshme. E përmend tokën, e përmend njërin, e përmend qiellin. A është rastësisht që ka rënditje? Ja, vëllai. E ka përmend tokën, apo që është kujdes Allahu për ty, para se më ardhë me pas ku në ardhë. Toka. Kër e në anë toka, e ka në gjithë tokën e prit pak si në të e rrugullu njëra. E ka në gjithë tokën, të ti e gjonë edhe lenë. Vjen të të e gjonë edhe lenë. E ka në gjithë në toka. E ka pregatit Allahu për ty. Pasë Allah të ufjenë fusiku. Për me gjallë ti, për me pas njëtë rahasme të nëndishme, që e ka në rregullu, që të ndrej, që të ndrej. Koka në vend vetë, ki sy, ki vesh, qka kështë shtu hala më thonë që, edhe që të kësha, po qka? Vesh krah me t'i qitë, me flytëru. Qita, pëdan. Qka i duhet një jetë me rdun këtë dënja? O e fjenë fëgjë, këshika, kejti kitë regulume. Dhe medita, liraje mendjen nga epshi, lirahu, pavarson nga ndikimi materializmit, ngreto nivelin e dur të aspekt intelektual, përdojnë mendjen që të ka pa Allahu Gjelle Ora, o fil ardh tokë shika, shto bindjen, shikon vetën tonë, o fis-samai rizqukum, prap te me rizkut. Rizkun që është pengesë, që për shkak të rizkut ju tutin me menu mirë, apo, se u ka ndorë, në qiell është, Allah, rizk është në qiell, ti atë që shduhet, na ta zbritim, s'ka kushtanal atë rizk, atë fëndim që Allah e ka saktu, s'ka kushtanal, mendoj lirë, mos u kufizo për shkak të rizkut mendimet e tua, mos u kufizo, veç kalkulat tek Allahu është e mirë, është e mirë, që të e në kalkulimet e duhura, me kalkulimet dunja, po tani më lonin rrogën, po tani së mjepin qmime, po tani këto, lej këto, o fis-sama, në qiellë ke punë, s'është në tokë. Nësë Allah tha, fal muqassimati amra, u betun me lake që shpërndajnë, jo njerë që ndajnë, njerë nuk e ndajnë riskun. Me lake të ndajnë riskun, me amen të Allah të vartë dhe urnë të tjellë. Ajo fis-samai rizqukum. Në qiell e keni ato që Allahu Gjelle Ora ju ka caktuar.